se na kratë, për dramatizëm të fëmijës. Një të vegjël, po thoshim o tregonin këtë. Prej 30 vitës, që është kështë karate marcia dhe deri sot në atë. Kryesisht, çfarë bimëshve medicinale mbini? Lule shtoku, pithra, rigon, paliqe bardh, paliqe zezë, edhe balsami, se këto ka vendi unë. Çfarë çmimesh kam patur dikur dhe sa është çmimi tani që i Po shisin? para hisi ka qenë 2000, tash është bërë gjysmë për gjysmë. Çdo lloj bime është bërë gjysmë për gjysmë. Po. 2000 ishte para, e shisit, tash i vetë 1000. Ju e sa vite keni që merreni? 30 vite. 30 vite. Që është kështu demokracia, atë punë ka bërë. Në fshat ka persona tjerë që merren me mbledhjen e bime Para ka medicinale? pasur shumë. Tash i mund të merrni një 10 vetë. 10 vetë, nuk ka më. Treg, ka Edhe ata që janë mosha ime janë të tërë dërën, Po. s'ka tjetë në njëri se të ri s'ka. Treg, ka? Është shumë i vështirë. Shumë i vështirë. E gjen ju tregun apo vinë në tregtar të Ore edhe ne me telefon apo me riqa. Edhe ata ku vite e marrë sa duan ata. Po deshe jetër, thotë po do mos e. Jemi të zbarë dhe japi. E keni të trashëguar këtë si punë, si zanat, po themi tek fëmijët? Po. Ju e fëmijët i Po të keni ishin fëmija me këtu dhe ata të punë do bëni. Po sa ti. fëmijë keni? Ku i keni? Ka 5 fëmijë, 3 vajza dhe 2 djemë, një vivin. Nuk janë këtu që Jo, të s'janë trashëgojnë në profesionin Nuk ka tuaj. ashtu, se ja urdhër, mua së mbar muaj që punë. Që punë është 3 muaj. 3 muaj sa të nxirru. Çorrushi shquhet edhe për ullirin. Po, Apo juve keni, kur mbaron sezoni ullir, filloni bim medicinale. tash ne kur fillon bima, fillojnë bim, tash ullit ne s'kem çaj bëjmë, se ka qenë i ke bërë për shperbimet. Po. Tash kur të vi ku e vjeles. Po shikoj që këtu keni dhe Asimen. Po, Atëre, Asimen. Si ndjeni me bashkëortin që dini bashkë dhe po punoni? Shumë mirë, dalim, jo se kemi në një fitim kush e di, po që nuk ndahemi nga njëri tjetri, sepse nuk na del pensioni, 100.000 lekë pension ka bashorti. Fëmini kemi në emigrim i prum këtu se hajde se kush e di se qa do bënin, bollën disa ullin në tokat, mirë po tokat na dalin ashti këta. Ne i kemi me 7.501, na dalin ca të tjerë që i kanë marrë me azhonimin, edhe kot paguan lekë fëmija herdhën dhe i vesuan bollën ulli, dhe s'po marrin që nuk i kini tuaj ato, nashti me 7.501 neve, edhe me azhonim ishte edhe tjetrit. Ne nashti përpiqemi mbledhim na një lekë këtu, edhe ua hedhim mbledhim lart e poshtë se këtu s'ka, ne besoj se edhe në Juve dini që të dy bashkë? Neve të dy bashkë, se veç e veç dalim, do se zotria është me zemër, është me tension, dhe jemi të detyruar, po u smur ky, ula dhe unë, mona, po gjeta në i maken, po zjeta kemi një ajvan, që mbajmë për lullet, e marë zotrinë e shoqëroj. Sa ditë në javë punoni për të mbledhur bimet medicinale dhe sa ortita? Kur është mirë bashorti, ditë për ditë vemi, dhe sa mundemi. Na zëvapa, kë zduron do të në tensioni dhe nga zemra, ikim, dalim prape mbas dite, kur mundemi. Në fundi po bëj një pyetje që të dyve, kur mbaron sezoni, dini me fitim në krahasim me punën që bëni, po dini me humbje? Edhe dalim dhe me humbje. me humbje. Dalim me humbje shumë të madhe. E realitetin nuk kemë se kënjë, dalim me humbje. Kemi dalë për para me fitim, mblidhnim, punonim, na shtynte dhe puna, na shi vërtet se vim, po nuk kemi një treg të paktën që... Për një muaj, më përpara, të dy ne që vini punonim, të paktën neve nxjerrim rreth 700-800 lekë në muaj. Të dy. Po. Ne tash i dalim një muaj, që unë ne vemi ditë për ditë për këtë punë, neve nuk i shatim dot 300 apo 400 lekë. Pra domethënë si ju dhe banorët e tjerë të fshatit jeni drejt abandonimit të këtij profesioni të biomedicinale? Po e lën, po e lën se nuk del. Ja i do bërë unë do kam harë që në mëngjesë, unë ashtë edhe kur të vete shpiun, sa do shpiun, na kjo lule shtë, ashtë unë do të faj, do të rregulloj, do të zjerë 2 kile, na 4.000 të bashorqa, 4.000 të i maru. Ju falenderoj dhe uroj që të keni treg, të keni shitje. Ja, juve dini, shikoni, thoni, neve jemi në mëshirë të Allahut. Njeri që ka rrogë, apo dhe njeri që ka kra.
Ai që s'ka krah ka vuajtur dhe do vuaj gjithë jetën. Zonat tona janë të vdekura. Ai që ka krah ka bërë përpara. Ai që s'ka krah ka vdekur dhe po shtypet me këmbë Po akoma. ja, urdo, kemi 3-4 herë ka vajtu kam bërë aplikimin atje unë për atë, për në 7500 njerë për atë PK-SHK-ja, edhe mua ka vajtu, e kam kontrolluar gjithmonë atë Nëse Albanën, shtyr një përgjigje. nuk kthehet asnjë lloj përgjigje. O, si dildi? Dildi me fitim? Po dilni dhe të punosh dhe se